Të pasurit nuk punojnë për para. Të pasurit nuk punojnë për para, por janë parat që punojnë për ta. Shkolla të mëson të punosh 8 orë në ditë dhe të fitosh një pagë fikse prej 500 euro. Por a vlen vërtet parat kaq shumë nga koha jon? Ne duhet të vendosim se sa para fitojmë për orë dhe gjithashtu mund të zgjedhim të fitojmë edhe ndërsa flem. Kjo është e mundur fal të ardhurave pasive, të cilat nuk vijnë nga shkëmbimi i kohës me paratë. Jeff Bezos fiton 80 euro në vit nga paga e tij dhe megjithatë është njeriu i dytë më i pasur në botë. Kjo sepse pasuria e tij vjen nga të ardhurat që nuk varen nga koha. Një milioner ka mesatarisht 7 burime të ardhurash, ndërsa një punëtor i zakonshëm ka vetëm një. Punën e tij. Rëndësia e investimit. Investimi është një rrezik dhe të gjithë ata që e bëjnë këtë mund ta konfirmojnë. Por edhe të mos investosh është një rrezik, sepse norma e inflacionit është rreth 2% në vit. Kjo do të thotë që pasuria jote mund të rritet sa të dojë, por paratë e tua do të humbasin gjithmonë fuqinë blerëse. Investimi ndihmon për të krijuar një mburojë rreth pasurisë tënde. Nëse arrin të investosh me një kthim më të lartë se 2%, kjo do të thotë se paratë e tua janë të mbrojtura nga inflacioni. Megjithatë, një kthim vjetor prej 4% nuk të garanton një fitim të madh, sepse në realitet përfitimi yt do të jetë vetëm rreth 2%. Kjo është një konsideratë e rëndësishme për t'u bërë, sepse kur investon, duhet të minimizosh humbjet, por edhe të synosh një fitim të konsiderueshëm. Si ta arrish këtë? Duke studiuar libra dhe kurse. Studimi në shkollë mund të duket i mërzitshëm, por në botën e financave është hapi i parë për të ndërtuar një imazh të suksesshëm. Sot ke burime të shumta për të studiuar, libra të shkruar nga sipërmarrës dhe investitorë të suksesshëm, të cilët përmes përvojës së tyre të japin njohuri thelbësore për edukimin financiar. Pastaj ka video në YouTube ose kërkime në Google rreth edukimit financiar nga ekspertë të kësaj fushë, që ndajnë mënyrën në arritjeve të tyre financiare. Këto ishin disa këshilla që mund të të ndihmojnë të hysh në botën e financave. Mbaje mend se kjo botë është e hapur për të gjithë dhe është e nevojshme për të mos pasur probleme në menaxhimin e pasurisë tënde. Shpresoj që videoja të ketë pëlqyer. Nëse po, të ftoj të lësh një pëlqim dhe të abonohesh për të mbështetur kanalin.